Ndeshja e fundit të vitit 2025 për skuadrën e Lecces, humbja përballë Komos, është shoqëruar me polemika të shumta që kanë lidhje sidomos me një situatë që kishte protagonist mesfushorin Ylber Ramadani. Autori i golit të parë të Komos, Niko Paz, goditi mesfushorin shqiptar gjatë aksionit që çoi më pas në rrjetën e tundur për miqt në sfidën e mbyllur me shifra 3-0, një episod për të cilin lojtarët e Lecces protestuan ashpër dhe për të cilin trajneri Eusebio Di Francesco ndëshkua me karton të kuq. Situata në fjalë ka përfunduar në lupën e ekspertëve të emisionit Pressing në Canale 5, ku ish gjyqtari i njohur italian Graziano Cesari dhe gazetari Riccardo Trevisani janë përplasur rreth saj. Te Lecce janë shumë të inatosur duke quar edhe në përjashtimin e trajnerit Di Francesco, ndodh që Niko Paz, autori i golit të parë, jep këtë goditje Ramadanit dhe padyshime godet në mjekër, për këtë nuk ka dyshime. Vari në këtë rast nuk mund të ndërhyjë pasi gjyqtari gjykon intensitetin e saj. Unë ndjej të them se është pak për të anuluar një gol, theksoi Cesari. Por Trevisani ishte i një mendimi krejtësisht të kundërt. Nuk jam dakord, e godet në mjekër dhe është një faull i cili në fushat e futbollit vërshëllehet në 97% të rasteve. Ramadani është më shtatshkurtër dhe e pëson goditjen. Fakti që nuk dëshiron të vërshëllejë është për të mos komplikuar jetën e tij arbitri, pasi Niko Paz po të donte ta mbante larg, mbante krahun më të ulur. Lecces i kanë anuluar një gol absurd me Lazion për një dorë të mbështetur në gjoks, tha Trevisani. E ndërsa polemikat rreth episodit vazhdojnë, komisionet disiplinore të Federatës Italiane kanë dhënë një dënim të rënd për trajnerin Di Francesco, duke pezulluar për 2 ndeshje. Kësaj ai do të humbas ndeshjet e radhës kundër Juventusit dhe Romës.